temën se si ne të mbajmë atë zjarrin e besimit tonë ndezur. Dhe sot do ta nisim pikërisht me një pyetje. Po unë me çfarë po e ushqej zjarrin? Nuk e di, u ka ndodhur gjithmonë që ju kanë bërë pyetje, po ti çfarë po sjell? Ose në familje, me çfarë po kontribon? Ose në shoqëri, me çfarë po ndihmon? Edhe shpesh herë ne mund ta kemi gjetur veten tonë, po e keni ndjer veten si pa vlerë. Nuk e di, u ka ndodhur kjo gjë që kur e shikoni që nuk po jepni diçka, edhe vetveti u ndihesh si pa dëshiruar në shoqëri, në miqësi, ose në ambientin që ndodhesh. Po në çështjen e besimit, po në anën tonë shpirtërore, si ndiheni ne? Shpesh herë njerëzit mendojnë që e kanë shumë të vështirë, le të themi, që të kuptojnë sakrificën që Perëndia ka bërë, që dhe që është falas. E keni vënë re? Ka shumë njerëz sot që mendojnë dhe duan të bëjnë diçka në mënyrë që të marrin aprovimin e Perëndisë. Për shembull, ka shumë rituale në besime të ndryshme, edhe në besimin e krishterë që është ajo e ndezja e qiririt që shkon në kishë, ja e ndezën qirit, ja hodha diçka. Ose sakrificat, kur ofrojnë, ose siç e quajnë muslimanët, kurban. Ja afrohen kurban, edhe Zoti, unë tani kam vëmendjen e Zotit. Edhe tani ndihem më i sigurt, më i bindur për këtë çështje. Keni vënë re? Edhe shpesh herë neve gjendemi në këtë lloj situate themdale. Çfarë duhet të bëj unë? Çfarë duhet të ofroj unë? Në mënyrë që të kem atë, le të themi, vëmendjen e Zotit. Edhe kur Zoti thotë e ke falas vetëm të besosh, për çfarë do të thotë? Vetëm pranosh Jezusin. Ka diçka që nuk shkon. Nuk e di, e keni arritur në këto lloj mendimesh, konkluzionesh, ose mund t'ja kenë bërë të tjerë këtë pyetje, kur flisni për besimin tuaj. Që pas sa vdek ai, domethënë që ka kryqëzuar ai, e derdhi gjakun, edhe juve pastaj ai u ringjall edhe ju beson. Ose ka pjesa tjetër që kanë qenë ca që kanë qoqur veten të mençur, e kanë shkruar këto fjalë që neve gjejmë sot në Bibël, edhe duke menduar këtë gjë neve themi që jemi në rregull. Do thënë duhet ta besoj. Na ta dim neve që kjo nuk është një esaju, ose siç ka sot në ato ide të dyshimta, që ky është një plan politik, që njerëzit mendojnë që qeveritë ose ato njerëzit më të pasur që kanë kontroll gjithë botën, thonë që duke menduar, duke patur parasysh këtë, duke i bërë njerëzit që të besojnë, neve i kontrollojmë më lehtë. Ma ka idera nga më të ndryshme. Por çfarë dëshiroj edhe një herë që të fokusohemi këtu tek e vërteta që vjen nga Perëndia. E vërteta që neve kemi zgjedhur të besojmë sot, na bën neve që të jemi ndryshe. Nuk e di, a keni vënë re këtë pikërisht që neve këtë duhet të ndalemi sot? Për shkak të besimit tonë, për shkak se neve kemi zgjedhur të ndjekim Jezusin, neve jemi në gjendje që të shikojmë dorën e Perëndisë, se si gjërat marrin rrjedhë ndryshe për shkak të dashurisë së Zotit, për shkak të dorës së Perëndisë që na ruan dhe na ndihmon. Dhe për shkak të kësaj, Pali i jep këtë këshill, i jep këtë komandë, urdhërim shpirtëror, le të themi, besimtarëve të asaj kohe, dhe duke i dhënë që
ta pasurojnë mendjen e tyre me këto gjëra. Tek Filip Janët, kapitulli 4, vargje 8 deri 9 na thuhet: së fundi vëllezëri, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe pat në mua i bën. Dhe Perëndia e paqes do të jetë me ju. Keni dëgjuar për njerëz që për një kohë ose keni dëgjuar fjalë të mira, që për një kohë janë lavdëruar për besimin e tyre, ëh? Edhe për atë qëndrueshmërinë, disiplinën që kanë pasur në besim edhe gjitha me. Papritur e pakujtuar, ka dy versione të kësaj që për t'i marrur në konsiderat ose që njerëzit i marrin në konsiderat. E para, kur e takojnë dhe shikojnë që ai bën se ajo bën një gabim, wow. Edhe ky që është besimtar për X vite që ka bë ka kështu gjërash, edhe dekurajohesh. Edhe për shkak të kësaj shumë njerëz kanë hequr dorë nga besimi. Ka nga ata tjerët që ngushëllon veten dhe thua, pra ra mundësia e dytë të menduarit, themi që ky ose kjo besimtar për X vite bën të tilla gabime, ngushëllon veten që thua është diçka normale që nuk është se jo normale në kuptimin negativ, po është një proces, do të thoja, i rritjes shpirtërore. Pra, që nuk arrin ta dënosh veten tënde shumë, domethënë edhe të demoralizohesh. E keni vënë re kur fillon e gjykon veten tënde për veprimet që bën ose për zakonisht ndodh kur flet shumë. Kur ke pasur një bisedë shumë të zjarrt, kudo qoftë, në shoqëri, me partnerin, me shokun, me motrën, me vllajën, edhe ti flet me zjarrllik të madh, kur fillon edhe qetësohesh, edhe kthjellohesh, thua, po ç'mu desh që thash këtë lloj fjale? Se duhet flisja në këtë lloj mënyre. E po e kishte gabim, ai po e meriton. E prisha çik un, po ai e meriton që e thash në këtë lloj mënyre. Ishte ndaj tjetër s'dua ta kisha thënë, po ky ma ka pru mua majt hunës. Pra kur mendon kështu, edhe po përsëri desha të them, arrin ta analizosh në thonjza ta gjykosh veten tënde. Po ka gjykime të tilla që e dënon veten tënde shumë rënd sa fillon edhe dëmton anën tënde shpirtërore. Ajo çfarë Bibla na mëson, edhe besoj që gjithë neve jemi koshient për këtë, besoj juve që ju kam këtu, besoj që jeni në gjendje ta kuptoni që Perëndia na mëson në fjalën e tij që në momentin që neve analizojmë pikërisht këto gjëra, ne kuptojmë që kemi gabim. Edhe duhet ta ulim hundën tonë edhe të kërkojmë falur partnerit, partneres, shokut, mikut, ma fal, e të prova. Nga zemërimi i tepër e të prova dhe thash ato fjalë që thash. E dini çfarë? Kjo vetëm jo që është mirë për X-in që neve kemi thënë diçka negative ose në zemërim e sipër, është mirë, por është mirë edhe për ne. Sepse e dini ku është e keqja, inati, zemërimi që neve mbartim në vetvete për dikë, është një helm që ne e pim për shpirtin tonë. Edhe duke pirë në këtë lloj mënyre, ose siç kemi në atë simbolikën në temën tonë për zjarrin, është një shues i zjarrit që na bën neve, na e shun zjarrin ton shpirtëror. Nuk e ndes, nuk e forcon, nuk e bën më të fortë. Edhe duke patur këtë parasysh, Pali na thot
gjërat që janë vërtet. Kush është e vërtet? E vërteta në marrëdhënie, me që kemi këtë lloj shembulli dhe këtë lloj ilustrimi, e vërteta është që dikush mua më ka zemëruar. Edhe e vërteta tjetër është gjithashtu që unë në zemërinë e sipër fola shumë edhe thash fjalë të pakëndshme. Edhe për shkak të kësaj, unë duhet të ndryshoj dhe të kërkoj falje. Të gjitha gjërat që janë të ndershme. Kush është e ndershme? E ndershme është që neve duhet të ndryshojmë. Nuk e di, e keni vënë re pikërisht nëse ndërsa po qëndrojmë te ky ilustrimi në marrëdhënie dhe në mënyrën e të folurit me të tjerët, është e ndershme që neve të mbajmë një qëndrim. Nuk është e ndershme që të mbartemi një zemëri, sepse ana shpirtërore na bën edhe na smur më shumë. Herën e kaluar unë ju përmenda që mendja ose e thash që në fillim që armiku më i madh që neve si njerëz përballemi është mendja jonë. Çfarë neve fusim në mendjen tonë, i japim edhe atë lloj shëndeti tënd. Nuk e di, solla atë shembullin me frikën kur trembemi, kur dëgjoni në një zhurmë kur je qetësi, ose kur na bëjnë në një shaka që bum, vinë edhe na trembin. Çfarë ndjen në atë moment? Atë lloj një lloj drithërime që e ke këtu në bark, e fillon ato ngjyrimet e trupit. Edhe se ftohesh, janë ndjesh të ftohta, varet nga momenti. Edhe pikërisht sepse mendja po i thot trupit, bëu gati se një sulm po vjen. Po të sulmon, po të tremb. Edhe mendja bën atë lloj reagimi. Imagjino nëse neve do ta fokusojmë mendjen tonë pikërisht në këto gjëra, që të fokusohemi dhe të mendojmë gjërat çfarë pali po na thërret të kemi, të vërteta, të ndershme, gjërat që janë të drejta, gjërat që janë të pastra. Të gjitha gjërat që janë të dashura. Pra, jo vetëm gjërat që ti dua, jo vetëm gjërat që t'na dua, por dhe duke krijuar një ambient të tillë pra të dashur. A mendoni që do ta mendoni që të vinit sot në adhurim nëse nuk do ndiheshit rahat, nëse ambienti do të ishte i ftohtë, i çrregull? A do mendoni që më shumë do e vristit mendjen? Të iki sot apo mos të iki? Të nisen apo mos nisen? Edhe duke e bërë këtë gjë ti e dëmton atë zjarrin tënd, atë gjendjen tënde shpirtërore. Gjërat që janë me virtyt të mirë, gjërat që kanë për të lëvduar. Neve këtë përpiqemi të mësojmë në çdo ditë të diele së bashku. Sigurisht që fjala e Perëndisë është e vërtetë, sigurisht që fjala e Perëndisë është e ndershme, sigurisht që fjala e Perëndisë është e drejtë, sigurisht që fjala e Perëndisë është e pastër, sigurisht që fjala e Perëndisë është e dashur, sepse Perëndia është dashuri dhe ai e ka treguar këtë. Sigurisht që fjala e Perëndisë ka famë të mirë, pavarësisht sulmeve të mëdha që i bëhen. E dini kush ishte e fundit? Njerëzit ose ky Amazon, se e dini që është kompani shumë e madhe, arriti të janë duke krijuar një film të animuar duke treguar le të themi biblike, historinë e krijimit. Edhe e bëjnë që djallin e dëbuan nga parajsa sepse ishte më çapkën. Edhe kur pastaj krijuan tokën, edhe aty vendosën Adamin me Evën, dhe Eva nuk ishte se kishte shumë dëshirë ta dëgjonte burrin, edhe ishte shumë e prirur që të zgjonte, të plotësonte dëshirat e veta. Edhe duke bërë kështu, shkoi dhe hëngri nga fruti. Po jo sepse ishte problem, përderisa ishte në
në kopësht ai fruti ishte për të ngrënë, jo vetëm për të parë. E shumë gjëra të tjera që tregohen te kjo pjesë. Pra, shumë njerëz sot që juve e dini, në Amerikë po bëhet nami me sjelljen e tyre të rëndom, duke treguar që unë e identifikoj veten time si femër, unë identifikoj veten time si mashkull. Një prind që bënte shaka në ishte një vajzë në shkollë edhe ishte një çun që thoshte unë e identifikoj veten si vajzë. Në debate sipër kjo vajza e kishte kafshuar dhe e thotë e thirrën prindin në shkollë. Dhe u ankuan. Po mirë tha. Po sepse ajo tha nuk është një qen tha që ta kafshoj. Po mirë tha, ky tha e identifikon veten si vajzë, tha vajza ime identifikon veten si qen tha. Edhe ka dëshirë tha të kafshoj. Një debat i kot, pa logjikë, e kuptoni? Që ose janë ta që ju qarkullojnë në video të tjera nëpër internet, janë ta që njerëzit me ngjyrë se ashtu i ka bërë Zoti, le të themi, s'është e vërteta. Ne jemi e identifikojmë veten tonë si të bardhë. Në fakt neve jemi shumë ngjyrësh. Sepse kur trembemi zverdhemi, kur zburemi nxihemi kështu me radhë. Ata të zinë të ashtu që por dalin këta që thon, shiko thot, burr me mjekën, e kështu, unë e identifikoj veten tim si një vajzë të bardhë e fillon me ato identifikimet e vet. Po që janë të rëndomta, që nuk kanë logjik. Edhe njerëzit kanë arritur Reatliku ka arritur kulmi. Sa kërkojnë gjëra të paqëna. T'ju tregoj dhe një ilustrim që lidhet shumë bukur me mësimin besoj unë. Kur neve harrojmë se çfarë është e vërteta për shkak të qetësisë dhe rehatisë tonë, ndodh kjo gjë. Në Japoni, japonezët e kanë shumë qef peshku. Aq shumë janë të dhënë mas ushqimit të detit, peshkut e kështu me radhë, sa ata janë në gjendje ta dallojnë kush është peshku freskët, kush është peshku ngrirë, kush është peshku ndenjur, e kështu me radhë. Edhe ujërat rreth Japonisë nuk kanë më peshk. Sa kompanitë e peshkut filluan që të merrnin anije të mëdha që mund të udhtonin, të shkonin thellë nëpër ujërat e detit, llogaritë me ditë, të udhtosh, kapnin peshk. Po kur ktheheshin ato normalisht që peshku prishte. Edhe përsëri ata ishin në gjendje që ta kuptonin që ishte peshku ndenjur. Frigorifer. I fusnin frigorifer. Edhe përsëri ata ishin në gjendje jo, nuk na pëlqen, është peshku ngrit. Pra ulej çmimi. Se për përfitim. Çuan përsëri tani morën depozita të mëdha që krijonin si tip vaskash, i fusnin peshqin siç i kapshin me rrjetat e tyre, i fusnin nëpër vaska. Peshku, na që shikonte që ishte një vend i mbyllur si akvariumi, edhe rrinte aty peshku ndenjur si trullofi, si gjumosu. Përsëri ata thonin, jo, nuk është peshku freskët, që ka si bir, si trullos. Përsëri këta kompanisë menduan diçka tjetër, kompanitë e peshkut, ndërtuan vaska, siç i kishin vaska të mëdha, vazhdonin të kishin to. Por tani, jo vetëm që fusin peshqin brenda, fusin dhe një peshkaqen të vogël. Edhe peshku tani, peshqit që ishin të kapur, lëviznin gjatë gjithë kohës edhe mbanin veten e tyre të gjallë, të gjallëruar, ishin gjithmonë alert, domethënë gati për sulm, vetëm për të lëvizur, për të shpëtuar veten e tyre. Edhe ata filluan po e pëlqenin që ishte peshku gjallë, ishte si i kapur prej detit. E keni vënë re, është e njëjta gjë edhe me atë, kur neve bjen atë Reatlikun ton, ku nuk na pëlqejnë sfidat, ku nuk na pëlqen që dalim, edhe të provojmë gjëra të reja, neve na ka zënë trullosja, gjumosja, edhe nuk duam të dalim prej
e rehatliku ton. Kush vishet, kush bëhet gati, o kush shikon andeje, kush bën këtë, kush bën atë, e po kjo është e vështirë, e po kjo është e lodhshme, e po kjo është kështu, e kjo janë justifikimet nga më të ndryshme që gjithë secili prej nesh. Mësimi, besoj që e morëm te këtë pjesë është të sfidojmë gjithmonë veten tonë për të mësuar gjëra të reja, për të provuar gjëra të reja. Ndonjëherë kur neve kthehemi dhe analizojmë veten tonë mbrapa, themi, po sa dru kam qenë, sa kompensat, që nuk kam provuar, që nuk e kam përdorur kohën më mençur, më zgjuar. Ne duhet të mendojmë këto gjëra, që të janë të vërteta, që janë të ndershme, që janë të drejta, që janë të pastra, që janë me famë të mirë, që janë me virtyt dhe që kanë lëti. Edhe kjo vjen pikërisht nga Perëndimi. Le të qëndrojmë gjithmonë duke e mbajtur zjarrin ton ndezur, jo vetëm që neve të marrin, sepse Perëndia na ka dhënë zjarrin ton shpirtëror nëpërmjet Krishtit, jo vetëm që të marrin, por që edhe ne të kontribojmë në të. Duke e mbajtur zjarrin ton shpirtëror ndezur dhe gjithashtu duke kontribuar, duke ndihmuar me njëri tjetrin që të qëndrojmë të. Sepse e dini çfarë? Të gjitha janë me dhimbje, janë me vuajtje. Të rrish në shtëpi, e të rrish shtrirë, e të vish vërdall prapë është e mërzitshme, është e lodhshme. Të vi ka, të shkosh në punë, është e lodhshme, është me vujtje, është me dhimbje, është me çare koke, me shkatërrim nervash, e me radhë. Të dalësh, ka dhimbjen e vet. Të martohesh, është e dhimbshme. Do durosh burrin, do durosh gruan, gruaja ka gjithmonë drejt, burri ka gjithmonë të drejtë. Edhe është një betejë shumë e madhe, shumë e lodhshme, shumë e dhimbshme. Edhe gratë dhe burrat janë në një debat të fuqishëm që thonë, jo kam unë drejt, jo ke ti tu. Është e dhimbshme, ka vujtje. Të kesh fëmijë ka vujtje, ka dhimbje. Ka stres. Mos kesh fëmijë, ka vujtje, ka dhimbje, ka stres. Tani janë ditë të kjo e fundit, ka momente që disa zgjedhin që mos të kenë, edhe dika të tjerë që nuk e kanë të lloj bekicë. Pra, pyetja është, çfarë dhimbje do të zgjedhësh ti? Do rrish shtëpi, të bësh parazit, apo do shkosh të punosh edhe të kesh atë lloj dhimbje, të kesh atë lloj dhimbje? Zgjidhe ti. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej nesh.